Kryeministri Edi Rama i është drejtuar me një mesazh të gjatë qytetarëve që kanë marrë pjesë në protestat e fundit, duke u kërkuar atyre të reflektojnë mbi motivet e zemërimit të tyre dhe mbi rolin e figurave politike publike që sipas tij i përdorin për përfitime personale. Në një qasje që synon të thyej murin e komunikimit me qytetarët kritik, kreu i qeverisë theksoi se nuk i shikon protestuesit si humbës, por si njerëz të mbetur vetëm me bindjet e tyre pas përfundimit të tubimeve. Kryeministri u ndal te arsyet e pakënaqësisë duke shprehur mirëkuptimin për hallet e qytetarëve, të cilat i renditi nga vështirësitë ekonomike dhe problematikat me punësimin, te çështjet shëndetësore dhe ato të pronësisë. Ai e bëri të qartë se e ndjen brengën e tyre, duke thënë: Nuk e di çfarë halli ke tamam, po di që ke një hall që jo vetëm nuk ta zgjidh askush, po as nuk ta qan kush. Besoje ose jo, po unë ndjej brengën tënde, sepse jo vetëm të kuptoj, po edhe të mirë kuptoj, nga që jam po aq i zemëruar sa ti me pronarin e pasur, që kujton se pasuria i jep të drejtë të sillet si Zoti i fatit tënd, me nënpunësin, a me drejtorin që atij i shërben pa kushte, ndërsa ty as nuk të hedh syt. Jam i zemëruar me arrogancën e kujtdo që detyrën ndaj teje e ushtron si pushtet mbi ty, por pikërisht sepse brenga jote më dhemb dhe arsyet e tua më gjejnë të bindur për legitimitetin e tyre, unë nuk të shoh dot ashtu, vetëm si një peshk jashtë ujit, pasi dallga e madhe që e nxorri në breg është tërhequr e tëra, dhe ata që të thirrën për të bërë deti i Shqipërisë së re, pa pronar arrogant, pa nënpunës që i përulen lekut dhe përbuzin njeriun, pa të huaj që investojnë në tokat tona, e pa investime private në brigjet tona, pa hiç asgjë që e cënon harmoninë e një vllazërie të lumtur, sot nuk janë askund. Sipas Ramës, zhgënjimi i qytetarëve po shfrytëzohet nga një grup aktorësh politik, mediatik dhe influencerësh të cilët pasi nxisin ata për të bërë heronj të një nate, i lënë më pas të vetëm me problemet e tyre. Ai etiketoi këta nxitës si përfitues të cilët pas ekraneve dhe rrjeteve sociale ndjekin interesa të tjera që nuk përkojnë me interesat e qytetarëve. Lidhur me këtë, Rama u shpreh: Ata që në studiot televizive të komentuan mbrëm me entuziazëm si njeriu i popullit, që më në fund po lan hesapet me qeverisë dhe kryeministrin e korruptuar, ndërkohë që për vete, prej vitesh të gjata paguen më shumë në dorë se sa mbi dorë për të shpifur tërë të zezat dhe shar mua me libër shtëpie, tani po flen në shtëpitë e bollshme të blera me ulje të forta nga oligarkët, mbi dyshek të butë të blerë me lëmoshat e zeza mijëra euroshe të këtyre të fundit. Ata që ran nga kali i pushtetit në tërë këto vite dhe nuk e pan kur tek vetja, po tek kali arsyen e rënjes, e që gjetën tek ti dritën e shpresave të humbura duke të ngritur në qiell, po pinë me shoshoqin kafet e mëngjesit herët. Mezi presin që ti sonte t'jesh më i zemruar, më i paduruar, më i qartur në protestën tënde kundër regjimit që i la pa kan, pa roje, pa vartës. Duke u bërë thirrje protestuesve që të mos lejojnë shëndrimin e halleve të tyre në vegla të interesave të errta, Rama i ftoi ata në një dialog të hapur, pavarësisht qëndrimeve të kundërta politike. Ai insistoi se dera e tij mbetet e hapur për çdo që dëshiron të diskutojë, ndërsa theksoi se ndihet mik dhe jo armik i tyre. Eja tek unë, jo të më duar trokasësh, jo të heq dorë nga kritikat e tua, as të më votosh nëse nuk do të të mbushet mendja, se jo, thjesht nuk jam unë e keqja e madhe që ata të kanë mbushur mendjen se jam, po unë sot jam e vetmja pengesë mes këtij vendi e teje dhe të këqijave të mëdha që ata mund t'i bëjnë Shqipërisë, po t'u hapet rruga. Eja pra tek unë, qoftë edhe vetëm për të mos lënë askënd ta përdor hallin tënd kundër Shqipërisë dhe as të përdor hallet e Shqipërisë kundër teje. Eja, sepse Shqipëria nuk bëhet as me ata që brohorasin verbërisht, as me ata që zemërohen verbërisht. Unë jam miku, jo armiku yt. Kryeministri e mbylli mesazhin duke i ftuar qytetarët të mos lejojnë që të përdoren nga ata që i quajti errësira e një mallkimi të vjetër mbi Shqipërinë.